Përshëndetje, përshëndetje të dashur miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Fillimisht një herë ju përshëndes të gjithëve, ju uroj të gjithëve një të hënë të bukur, një të hënë të mbar, një të hënë me energji pozitive. Shpresoj që dita e sotme t'ju sjell ato që keni pritur gjatë gjithë muajit, por edhe gjatë gjithë muajve që kaluan. Shpresoj që Zoti t'ju bekoj dhe të jeni ashtu siç ju në fakt e keni zemrën. Zoti le të na sjell aq sa e kemi zemrën. Do të nisim komentet tona, do të nisim analizat tona, do të flasim për ngjarjet më të fundit, do të komentojmë atë se çfarë do të ndodhë sonte. Ju e dini gjithmonë që ne para Prime-it, ditën e Prime-it, bëjmë një analizë të përgjithshme se çfarë do të ndodhë natën e sonte në Ferma VIP. Ferma VIP ka zënë një vend të jashtëzakonshëm në shoqërinë shqiptare. Një fenomen e quajtur Mimoza Ahmeti ka filluar që të rëmbejë zemrat e publikut dhe të gjithë analizojnë, të gjithë në një farë mënyrë janë bërë detektiv të kësaj ferme, duke dhënë analizën e vet, duke treguar mendimin e tyre, duke treguar edhe qëndrimet rreth ngjarjeve që ndodhin në fermë, ngjarje të padëshirueshme. Sonte pritet që të jetë një prime bombastik. Pritet që të jetë një prime që do të na rëmbejë të gjithëve nga A-ja tek Z-ja. Pyetja e parë është se çfarë do të ndodhë sonte, në çfarë pikash do të ndahet Prime, domethënë si do të jetë i bazuar skenari dhe cilat janë 3 pikat më të forta. 3 pikat më të forta janë këto: letra e Indrit, e cila në fakt sonte do të hapet pasi që Vanessa ashtu kishte dërguar urdhërin në produksion. Më duhet ta bëj këtë sepse nuk është Vanessa që vendos ajo, por është produksioni që vendos se kur do të lexohet her letër. Mimoza dhe Iliri debate të forta. Mimoza është e para, me thënë i cenzuruar Iliri. E gjithë ferma në televotim përveç Sonit dhe kush do të largohet sonte nga ferma. Do me thënë, fillimisht, pa marrë parasysh që kishte debate të nxehta, pa marrë parasysh që kishte debate të forta, produksioni nuk e vë në epicenter të gjës Ilirin dhe Mimozën. Unë kështu të kisha thënë, jo Mimozën dhe Ilirin, sepse Mimoza nuk është fajtore për gjuhën e ashpër, për gjuhën e rrugës të përdorur nga Ilir Shaqiri, në asnjë mënyrë. Mimoza thjesht është viktima e cila duhet të përballojë të gjithë këtë torturë psikologjike dhe shpirtërore që i bën Iliri, sepse ti të rish në një shtëpi dhe të dëgjosh një njeri i cili të vërtet gjatë gjithë kohës, kjo është realisht është e frikshme. Do të thënë, sonte nata do të nisë me Indrin dhe Vanessën. Të gjithë kanë pyetur Tiranë se çfarë mund të fshihet në atë letër. Unë mendoj që Indrin, që në momentin e parë kur e nisi marrëdhënien me Vanessën, ishte pak i pasigurt. Do me thënë, nuk e ndjente marrëdhënien, nuk e jetonte marrëdhënien, mundoheshte që të dashurohet, por ishte e tëra thjesht një tentativë. Do me thënë, nuk ishte një ndjenjë, nuk ishte një emocion, ishte thjesht një tentativë për të krijuar një marrëdhënie e cila fatmirësisht nuk u krijua, sepse unë nuk jam i mendimit që duhet të mbështesim njerëzit të cilët nuk dashurojnë. Tani Vanessa ka premtuar që do të ishte pjesë e Prime-it, por siç duket nga lëvizjet që Vanessa bën, nuk do të jetë sonte në Prime. Ndoshta Vanessa ka menduar që Indrin do i shpreh fjalë dashurie, do i shpreh emocione dashurie, por unë mendoj që Indri nuk ishte i sinqert në radhë të parë me Vanessën, sepse fatkeqësisht nëna Indrin foli krejtësisht tjetër gjë në Ferma Club, që do me thënë ajo vazhdonte të ketë një raport jashtëzakonshëm me nusen e saj, ish nuse në fakt, dhe mendoj që Vanessa që në momentin kur i dëgjoi këto qëndrime, kur doli nga ferma, filloi të krijon një fotografi dhe mendoj që ka punuar me veten e saj që kjo gjëja të cilën unë e besoj
që do të realizohet, unë mendoj që do të jetë efektive për mua, si që duket e ka një fund të hidhur dhe nuk do të kem atë suksesin dhe atë dashurin që unë në fakt e kërkoj. Dhe do me thënë e shoh një Vanesë tashmë të përgatitur për një ndarje, Indrin ka filluar një afrimitet jashtëzakonisht me Klevisën dhe kanë atë kohën e tyre, momentin e tyre që po e shijojnë pafund. Do me thënë marrëdhënia mes Vanesës merr fund. Vetë mimika e Indrin, do me thënë ne jemi njerëz që lexojmë fytyra, vetë mimika e Indrin tregon një ndarje, tregon një përfundim të një diçkaje që në thelb nisi si gjë shumë e bukur, nisi si dashuria e parë në ferm, por siç duket Indrin ka probleme me emocionet, se kë vajzë ta zgjedh me kë vajzë të ri, ose thjesht është akoma i dashuruar me ish gruan e tij dhe dëshiron që në këtë rast, do me thënë, me femrat vetëm të gjej ngushëllim bisede. Nuk ka dhe raste të tilla. Nga Indri do flitet për debatin me Mozën dhe Ilirin, që çuditërisht të çudita, do me thënë, Moza ishte ajo që kishte bërë të gjithë këtë debatin, por të shohim, do me thënë, se çfarë vendimi do të merret, nuk pres që të merret në një vetim, sepse zakonisht të vendimet për përjashtime, për eliminime, po të merreshin do të merreshin në një formë më interesante dhe më të shpejt, jo do me thënë kaq vonë, jo kaq gjatë. Por gjithsesi sonte do të jetë debati mes Mozës edhe Ilirit që unë në një video tjetër do ta elaboroj pak më shumë. Dhe më pas, do me thënë, do të kemi se kush do të largohet nga ferma. Do të thënë të gjithë fermerët janë në një televotim të hapur, përveç Sonit, e cila nuk është pjesë e këtij televotimi. Tani do me thënë dy banorët e ri mendoj që janë pozicionuar shumë bukur brenda në ferm, kanë krijuar këto komoditetet, këto shoqëritë e tyre dhe nuk ma merr mendja që rrezikojnë për t'u larguar deri më tani. Mendoj që për mendimin tim gjithmonë duhet banorja e cila duhet të lërë fermën në këtë pikë të lojës është Blerina, por kisha menduar edhe Romiri, sepse Romiri nuk është duke bërë ndonjë gjë brenda në fermë, do të thënë nuk është se ka ndonjë aktivitet, është shumë i cekët në aktivitete dhe mendoj që e ka tashmë momentin e tij të fundit për të qëndruar brenda në fermë. Është shumë pak i zëshëm. Këtë javë ka qenë edhe Bujaka dhe mendoj që dhe Bujaka rrezikon, por më së shumti mendoj që i ka ardhur koha që fermerja që do të largohet është Blerina, sepse nuk është se ka ndonjë angazhim interesant brenda në fermë, ose mund ta heqin edhe djalin e ri, i cili qëndron pranë Mimozës vetëm për t'ia hapur rrugët më të forta debatit. Dua të marr mendimin tuaj me këtë që unë dash sot si analist.